Skena dëshpërimi shkaktuar nga uria në Gaza. Palestinezët mësyn të martën një prej pikave të shpërndarjes së ndihmave ushqimore nga Fondacioni për Gazën, i mbështetur nga SBA dhe Izraeli. Situata doli jashtë kontrollit pasi Izraeli synoi të kryente kontrolle biometrike të palestinezëve në prag urie. Personeli amerikan i sigurisë u tërhoq dhe i lan ndihmat të pambikëqyrura. Deri në fund pasditës të së martës, Fondacioni Humanitar i Gazës tha se shpërndau rreth 8.000 pako ushqimore, ekuivalente me rreth 462.000 vakte. Ne duam të ham, jemi të uritur. Na kanë poshtëruar me ato kuzhinat e përbashkëta dhe me mungesën e ujit dhe gjithçka tjetër. Shikoni çfarë kanë vendosur për ne. Një organizatë e re për shpërndarjen e ndihmave, mbështetur nga SBA dhe Izraeli, filloi punën në Gaza. Në emrin Fondacioni Humanitar i Gazës, organizata tha se disa kamion me ushqime u dërguan në vende të sigurta të hënën dhe të martën filloi shpërndarja. Fondacioni synon të anashkalojë OKB-n si furnizuesin kryesor të ndihmës për rreth 2.1 milion palestinezë në Gaza, ku ekspertët kanë paralajmëruar zibuke. Në qytetin jugor, Rafah, i cili është në kontrollin e plot të ushtrisë izraelite, miravet, përfshirë gra dhe fëmijë, disa në këmbë e të tjerë me karroca me gomar u dyndën drejt një pike të shpërndarjes së pakove ushqimore. Izraeli dhe Fondacioni Humanitar i Gazës thanë pa prova se Hamasi ishte përpjekur t'i bllokonte civilët. Hamasi e mohoi akuzën. Disa palestinezë treguan se çka brenda pakove. Aty shihet pak oriz, miell, fasulet konservuara, makarona, vaj ulliri, biskota dhe sheqer. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara, Stefan Dujaric, i quajti pamjet e incidentit zemërthyese. Ai shtoi se operacioni është një shpërqendrim nga ajo që nevojitet në të vërtetë dhe i kërkoi Izraelit të rihap të gjitha pikat kufitare.